Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahun azza jalla falënderojmë, salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me komentimin e fjalëve të Allahut, ku sot ndalemi te sureja Al Imran me ajetin numër 75 dhe 76. Në këto ajete kuranore Allahu azza wa jalla tregon për emanetin, për besën dhe beslidhjen që e kanë ehli kitabët, që e kanë jo muslimanët, në raport të trajtimit tyre në aspektin e dunjos, që na mëson një edukatë dhe një sjellje, e cila njëkohësisht edhe nxjerr në padën mejdan drejtsinë e Islamit dhe drejtsinë e muslimanëve që duhet pas ndaj gjithë atyre të cilët nuk mendojnë ndryshe, nuk mendojnë njëjtë sikurse që mendojnë vetë muslimanët pra. Allahu azza wa jall në këtë ajet kuranor thot: "Wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilayk. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima. Illa ma dumta alayhi qa'ima." Kjo është pjesa e parë. Thot Allahu azza wa jall, dhe ka dhe disa nga ehli kitabët, pra nga krishterët dhe jahudit. Janë disa prej tyre që nëse u alen në besë atyve në emanet, në fjalë, një pasuri të madhe që është edhe një kintar, një karat, ata kur të vije vakti ta kthejnë prapë. E ka nga mesi i tyre që nëse alen një dinar në besë dhe në emanet, nuk ta kthen. Por pasë nëse i rinë mbi kokë dhe insiston me ta kthy prapë, atëherë ta kthen. Dhe shkak për këtë ajet kuranor që të shpallët, përmendet që ka qenë kur një medineli, një besimtar, ja kishte dhënë një pasuri prej një kintarit, njërit nga jahudive të Medinës, që ishte në këtë rast Abdullah ibn Selam, e që kur erdhi koha, Abdullah ibn Selami, pasurin që i kishte marrë nga ai besimtari, nga ai muslimani, kur erdhi zamani me aksi prap. E njëkohësisht kur njëri nga kureshitët, nga mekelit, e kishte marrë nga Nuhas ibn Azura, ja kishte dhënë 1 dinar në besë atij, në emanet, me arrujt. Kur kishte ardhur koha me ja marrë, ky nuk do i kemi ia dhënë. Derisa ai kureshiti insistoi, këmbguli dhe shumë herë me zor ja mori pra atë dinar që e kishte dhënë në emanet Nuhasit. Dhe Allahu azza wa jall e shpalli këtë ajet kuranor që me mbet rregull për besimtar deri në ditën e gjykimit, që mos me i generalizu gjërat, e që me thonën nëse dikush është jo besimtar, është pa emanet, nuk banna me pas punë me ata, nuk banna me bo allësh verësh me ata. E asë që me mendu se ehli kitabët janë më të drejtë se muslimanët, që me thonën se veç ma ata ban me bashkëpunu, se me muslimanët s'ka hajrë dhe nuk ban me lidhë punë. Sikur që nga mesi muslimanëve ka të tillë që e marrin emanetin dhe e kthejnë prapë, dhe ka të tillë që e marrin dhe nuk e kthejnë prapë, po ashtu dhe nga mesi e ehli kitabëve, ka njerëz që e marrin emanetin dhe e kthejnë prapë, dhe ka të tillë që e marrin dhe nuk e kthejnë prapë, përpos se me zor, ose mundet edhe me ta humb krejt e kur mos me ta kthy prapë. Dhe kjo në kohën tonë ja vlen me përmend që her pas here dëgjojmë nga disa besimtar me thonë, duke thonë se s'ban me pas punë me tonët. Ma mirë kur po bashkëpunoj me jo besimtarët. Ma mirë po më hecim punë dhe po më dalin e sapët.
Kjo nuk ban mu generalizu. Se dhe nga mesi tyre ka që janë mashtrues. Pse ka ndodh një idioti apo një person me bo një gabim ndaj teje, nuk guxojmë i generalizu vendimet ndaj jo muslimanëve, apo edhe ndaj muslimanëve. Apo zot na ruaj që dikush nga muslimanët me thonën s'ban me pas punë me jo muslimanët. Se ata mashtrojnë ta marrë me emanitin dhe ta kthejnë prapë, themi edhe kjo gabim është. Se nga mesi tyre ka njerëz që e mbajnë fjalën, ka njerëz që e marrin emanitin dhe e kryjnë në fund, ashtu siç duhet. Ka njerëz që kur ta jep fjalën e cilin prapë, marrveshjen e ka marrveshje. Dhe thot Allahu Azza dhe ka nga mesi i ehli kitabëve disa prej tyre që nëse jep në bes një kintar, ta kthen prapë. Çka është një kintar? Një kintar është 1200 uqije. Kurse një uqije është 40 dirham. Kurse 40 dirham është do të thotë një oncë. Sa është një oncë? 40 dirham është ose 190 gram argjent, ose 28.31 gram are. Ose 28.31 gram are. Ose 31.1, varësisht për vendit, si e matën dhe si e vlerësojnë, nuk është një standard dallon për vend në vend. E dini edhe sot, berza e arit bëhet dhe matet me oncë. Me oncë dhe thotë, që është sasi matë se e njohur në mesin e artarëve ose argjentarëve. Një uqije është 40 dirham. E llogaritësh tash 1200 uqije herë 40 dirham, herë sa gram ari, e kupton se për sa pasuri të madhe bëhet fjalë. E Allahu Azza wa Jall thotë, gjithë këtë pasuri të madhe me alon në emanet disave nga mesi e ehli kitabëve, kur të vije koha ta kthejnë prapë. Katë që kanë besim. E ka nga mesi i tyre, dhe ka nga mesi i tyre, që me adhon bes 1 dirham, s'ta kthen prapë. Ta mohon. Dhe hek gazepin dhe sherin derisa t'ja marrë shprapë. Po dikush dhe thot, po kështu edhe në mesin e muslimanëve po ndodher pasere. Është e vërtet, veç këtu Allahu në edukon në raport me ehli kitabët, me krishterët dhe me jahudit. Në jep një regulore dhe në e bën të qartë se çështja e besimit është diçka, çështja e raporteve materiale, ekonomike, financiare që i kemi në mes nesh, i lejohen dhe kështu na duhet pas parasysh se nga mesi i tyre ka edhe njerëz që e mbajnë fjalën e çën emanetin në vend dhe ka të tillë që se çën emanetin në vend. Andaj thot Allahu Azza wa Jall, "Dhalika bi annahum qalu laysa aleyna fil ummiyina sabil." Dhe këto që se kthejnë shkaku se këto thanë me zvete dhe kishin një bindje me zvete, na nuk kemi kur një farë përgjithësie ndaj arabëve, ndaj beduinëve. Ummijin i llogaritshim beduinët, njerëzit pa shkollë, njerëzit e prapambetur. S'kena në këtyve mujna me marr pasurinë, edhe kena drejt me s'me vakthi se këto janë njerëz prapambetur. Këto janë arabë beduin, këto s'kan vlera, s'kan merita dhe e drejta jonë është që me marr pasurinë edhe mos me vakthi prapë hiç. Edhe mos me vakthi prapë hiç. Dhe këto e nxjerr Allahu Azza wa Jall mejdan një kategori të ehli kitabëve se si i shohin muslimanët. Që ato që muslimanët i shohin si të prapambetur, i shohin si shoqëri e klasës së dytë, kategorisë së dytë, si njerëz pa vlerë dhe si njerëz që s'kan drejtat e veta, ato e marrin hakin e muslimanëve dhe se kthejnë prapë.
Ato japin të drejtë vetë vetës që mu a marë pasurin muslimanve dhe mos mu a këthim prapë. Thonë se këta s'kan vlerë, këto s'meritojnë. S'kena kur gjë obligime dhe tyra ndaj këtynve. Dhe sot e sot ka njerëz që mendojnë kështu. Nga mesja e kitabe, që muslimanët i shohin sikur njerëz që janë numra. Numra janë, ban ato mi shkel, ban mi myt, ban mi vra, ban mu a marë pasurit që i kanë, si që kanë bo me shekuj, si që kanë bo në Algjeri, si që kanë bo në për Afrikë, si që kanë vepru në për lindjen e mesme, si që kanë vepru në për trojët e Balkanit ma herët. Do të si kam dogarit për njerëz dhe kush ka dash dhe si ka dash, i ka robru, va ka marë pasurit, va ka marë lirin që e kam pas, dhe i ka keq trajtu, dhe i ka keq përdo si që ka dash vetë. Kolonit, që kanë qenë deri frikë në për shumë, dhe madje një pjesë për tyre Allah vazhdojnë, to që kanë ardhur i kanë kolonizu vendet muslimane, me këtë pretekst, të janë musliman këtive banë çdo sen me u amarë. Këto s'kanë kur një farë të drejtë. Sikur se tani ndodhë në Gaza, ato s'kanë kur një farë të drejtë ndërkombëtare. Për ato nuk vlen të drejtat e njeriut. Në Evropë, në për disa vende, me vra kafshë që ashtu është gjenocid, jo njerëz, e fëmijë, e foshnjë. Dhe këtë e bëjnë shokës e thonë, ato janë njerëz që s'kan kur një farë të drejte dhe na s'kina kur një farë obligimi dhe detyre nga e këtënda. A dhe njëri nga komentet në raport me këtë ajet kuranor është se disa kanë thonë se krishterët thonë që muslimanëve duhet më akthit të drejtët e jahudit thonë për muslimant, ato nuk janë njerëz dhe s'kan kur një farë të drejta. Ato me gjithë pasurin e tyre janë pronë e jona. Disa komentatorë kështë e kanë komentu. Kanë thonë grupi i parë që e kthejnë hakun dhe a japin muslimanëve janë krishterët. Dhe grupi i dytë që si llogarisin muslimanët për asgjë janë jehudit. Janë ebrejt që ata e llogarisin se janë populli i zgjedhur i Allahut dhe se çdo sort tjetër dhe çdo popull tjetër, çdo besim tjetër është i krijuar nga Allahu Azza wa Jall, janë të krijuar si shërbetor për të shërby jehudive veç. Sipas atyve na jemi robër për ditës që kemi lind dhe detyra jona është vetëm jehudive me ju shërby. Dhe jehudit kanë drejt çdo sent me marrë nga ne, çdo sent me na uzurpu që e kemi, madje edhe me na vrarë dhe s'kam përgjegjësi ato as para Allahut as para njerëzimit. Kështu mendon një kategori e hebrejve, jehudive. Jo të që të gjithë një kategori për e tyre, kështu mendon. Se gjithë njerëzit janë robër të krijuar nga Allahu për t'u shërby jehudive, se ato janë populli i zgjedhur i Allahut Azza wa Jall. Zoti na rrit nga kjo shpifje që ja atribojnë Allahut te bareke ve taala. Andaj Malik ibn Dinari, kur vjen te fjala dinar, thot fjala dinar është e kombinuar nga dy fjali, që është din edhe nar, që është fe dhe xhehenem. Për dikan pasuria është fe, për dikan është xhehenem. Kanë thonë dietarët, kur besimtari pasurinë e fiton me halal, me djers, ajo bëhet dini i tij. Me atë pasuri e ruan dinin dhe imanin e tij. Dhe thonë kur pasurinë e fiton me haram dhe me padrejtësi dhe duke u marrë të drejtën të tjerëve, ajo pasuri i shndrohet atij në xhehenem. I shndrohet në zjarr dhe ajo pasuri atë njeri e dërgon në fund të xhehenemit, Zoti na rrit. Andaj shumë është me rëndësi me pas parasysh dhe mu mendu se këtë pasuri a i kemi din, a i kemi zjarë. Dinarit që e fiton, është din i jatë, është zjarë mi jatë. Ma dinar, a e fiton kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall, apo e fiton zjarmin e xhehenemit. Të japim dhe të çelmi syt që njerëzve pasurinë me të padrejt mos u hamar. Që punën që e bëjmë të japim hakin punës tonë. Maksimum të mundohemi që asoj punë t'ja japim hakin e vetë dhe pasurinë dhe punën që e bëjmë me pyet prej fillimit a është halal, a është haram. Që atë ushqim që e çojmë te shtëpia mos jetë zjarr në barkun e fëmijëve tonë dhe familjarëve tonë.
T'i japim sy t'i bëjmë 4, se që kjo pare, që kjo pasuri mundet me qenë, ose dini jonë mundet me qenë edhe xhenemi jonë. Andaj në sajt të kësaj, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu e tregon shembullin një njeriu të devotshëm në një hadith që shënohet në Sahihun Imam Buhariut, përmend Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga popujt që kanë qenë para nesh. Shifni çfarë emaneti kanë pas. Ka shku një njeri të një vllai vet dhe i ka thonë, a ka mundësi me mi huazu 1000 dinar? Ka thonë, a ka mundësi me masjell një dëshmitar? I ka thonë, kefa billahi shahida, na mjafton Allahu për dëshmitar. Mirë, thotë, apo masjell një kujdestar tënde? Ky ka thonë, kefa billahi wakila, na mjafton Allahu për kujdestar. S'kam nevojën e ty me cilë dhe me ftu kujdestarin tem, që ai me garantu për këto 1000 dinar që keme na e dhonë. Që keme me dhonë barq. Edhe ky vllai vet qet 1000 dinar, ja jep shokut vet dhe ja cakton vadën kur duhet me ja kthi atë pasuri. Dhe kalon viti dhe vjen dita ku ky besimtari, kjo shënot si tregim në Sahihun Imam Buhariut. E transmeton Abu Hurajra radhiyallahu anhu. Derisa ky besimtari devotshëm e merr atë pasurinë e vet, shkon tek porti për me hyp në anije, me ardh te miku i vet me ja kthi pasurinë, kur shkon në port s'ka anije. Sillu djath, sillu majt, sillu djath, sillu majt, nuk ka anije, nuk ka mjet transporti. Edhe ky e merr një shishe, e merr ato 1000 dinar, i shtin në atë shishe brenda, e mbyll shishen, i vendon ato në një dras, edhe thotë, o Allah, vllau jam, shoku jam, më kërkoj dëshmitar, unë e thash që ty të kam dëshmitar. Shoku jam më kërkoj edhe kujdestar, unë i thash ati se na mjofton Allahu për kujdestar. O Zot, ti je dëshmitar im dhe kujdestar im, që unë këtë pasuri po e vendoj në këtë dras, në këtë shishe, dhe po e lënë në ujë që të shkon tek miku im që duhet t'ja kthej sot në vada këtë pasuri. Dhe kjo e lëshon në dete 1000 dinar. Shumë pare e 1000 dinar për atë kohë. Dhe shoku i vet nga ana tjetër e detit del me prit shokun se do vije të ma kthej borxhin, edhe ta mirëpritet edhe ta pranojë ti marrë pra pasurinë e vet. Pret, nuk vjen shoku i vet. Tamam don me shku, thot maj si ku marrë këto, maj si ku marrë këto, ti mledhit do pjesë të drujve për të nxejt e shtëpia, e dini deti si bje, uji si bje, drasa dhe druj në bus të detit. Edhe ky mbledh ato, kur shkon të shtëpia, tu i përgatit me kallë, kur e shen një shishe. Kur e shen brenda shishës, 1000 dinar. Dhe aty një letër, që e ka shkrujt e dosti i vet. Edhe ky e merat, shishën e kupton se kjo pasuri është nga i borxhnia e vet që është dash me ardhën, po s'në kanë mri. E merr pasurinë e vet, edhe nxefet atë ditë siç duhet, kalojnë disa ditë, kur ai miku i vet të dera, i mshon derës, thot hajde bujrom, thot unë e kom ardhën edhe me të vizitu, po edhe që ato 1000 dinar të kom sjell që ta kam borxhin. Thot ky ti as ma ki qumu një emaneta. Thot unë tregova se atë ditë që dash me ta kthy borxhin nuk pat anije, nuk pata mundësi të vitet e. Shoku se nuk pat mjet transporti dhe mbeta pa ardh, ja që sot me vones pak por ta komprua borxhin me ta kthy, ja me vete kam i kumsjell me vete, urdhno borxhin ktheja. Ky thot, a më ke dërgu ti mua diçka, ky s'don mi tregu. Se s'ja ka marrë mendja se ajo pasuri ka mri, nuk i tregon që mos ta ngushtoje shokin e vet. A ky, subhanallah, ato 1000 dinari ka vëndu një shishe, vetëm mos dale prej vadës borxhit. Ka thonë, no Allah, ti e dëshmitar, dhe ti e kujdestari jem. Se unë du me këthi borxhin, ama s'kam se e kthej.
Që po I lonë dete, si të shkojnë të ajë, mirë, si mos shkojnë, ti t'jesh dëshmitar se unë në vade e kom sjellë pasurinë teme. Borxhin tem me la. Derisa I shoku I vet thot, Allahu e ka lajt borxhin tënd. 1000 dinar të tua kanë ardhur ton. S'më ke asgjë borxh dhe ky kthehet I lumtur dhe I gëzuar në familjen e vet. Por s'pari herë vërtetohet që mos ta ngushtojë shokun e vet e ky të ta marrë vesh se ki ka çu 1000 dinar, e nëse s'kan mrikin ndoshta prej turpit nuk ja kishte marrë. Si tregoj, derisa u vërtetu se ajo shishe me ato 1000 dinar kanë mrit të borxhnia e vet. Të borxhmarrësi I vet, të borxhdhënësi I vet. Subhanallah, sinqeriteti I njerëzve të mirë nuk ka kufi. Edhe këtu tregon njëkohësisht edhe kujdesin e besimtarëve që duhet me pas në marrjen e borxheve. Se kjo është emanet. Dhe borxhi është mekanizma më e mirë ekonomike në mesin e muslimanëve që deri në ditën e gjykimit muslimanët I ruan dhe I mbron nga harame. Kur muslimanët e kanë mbyll derën e borxhit, të tjerit e kanë çel derën e kamatës dhe bankës dhe kredisë. Dhe njerëzit e kanë mbyll derën e borxhit kur të tjerit borxhmarrësit e kanë manipulu borxhin e tyre që kanë marrë dhe se kanë kthy në vadën e vet. Ka humb besimi, ka humb emaneti dhe në momentin kur humb besimi dhe humb emaneti, atëherë çelet dera e bankës. E ai ti merr 10 fish pastaj, e plus hin gjuna, e plus Zot na rujt, e humb lumturinë e kësaj dunje dhe të ahiretit. Andaj të kemi frikën e Allahut që derën e borxhit askush mos ta mbyllim. Dhe të ketë frikën e Allahut çdo borxhmarrës që borxhin që e ka marrë të kthejnë në vadën e vet. Me lëviz vadën e borxhit pa arsye dhe pa leje të borxhdhënësit është mëkat dhe gjuna në vete dhe ky person bëhet sebeb që të çelët dera e haramit, dera e kamatës, dera e vjedhjes, mashtrimit dhe sherrit. Shifeni tërbinin dhe edukatën e njerëzve të devotshëm që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I përmend në hadithe popull që kanë qenë para nesh. Dhe Allahu azza wa jall I lëvdon këtë rast edhe jo besimtarët që kanë emanet dhe besë, që borxhin dhe emanetin e kthejnë në vadën e vet. U min ehli kitabit thot Allahu dhe nga mesi e ehli kitabëve ka të tillë që janë besnik që një këntar, një thesar të pasurisë së madhe me adhon, ai kur të vije vadja ta kthen pra. E para mendoj me thonë, na sot, dhe ka nga mesi I besimtarve, musliman, që një dinar me adhon, borxh emanet, s'ta kthen katije në vadën e vet. Sa e zymë të është kjo thonje për një imani, për një besimtar. S'na ka I e vallaj. S'na ka I njëve si besimtar, të jemi të pa kujdesshëm në raport me këtë sunet dhe me këtë rregull hynor. Allahu me drejtsinë e vet edhe jo muslimanin, edhe krishterinin, edhe jahudin që ka emanet dhe besë ka livdu. Si kjo është në raport dunjoje kur ka emanet dhe besë dhe drejtësi. E Allahut është dhe mësim për besimtar deri në ditën e gjykimit. Kur nga mesi jo besimtarve, kur nga mesi njerëzve që s'kan iman, pas ka besë, çka mbetet për një iman li, sa duhet me pasaj besë, dhe sa duhet me pasaj kujdes dhe frikë Allahun azza wa jall në raport me mallin e huaj dhe me hakin e huaj. Allah na udhëzoftë na drejtoft. Wa yakuluna an Allahi kadhiba wa hum ya'lamun. Dhe këta pra të nuk kanë besë dhe thonë që muslimanët nuk kanë vlerë, këto edhe shpifin për Allahun azza wa jall dhe këtë e bëjnë duke e ditë të vërtetën. Shpifin për Allahun azza wa jall duke e ditë të vërtetën. Duke e ditë se Allahu azza wa jall është Khalik, është ai I cili ka kriju edhe muslimanët edhe jo musliman, dhe e din fort mirë se Allahu azza wa jall është ai I cili I vetmi I cili meriton të adhurohet me të drejtë. Andaj Ibn Abbas radhiyallahu anhu
duke qenë një ditë në Medinë, vinë dhe e pyesin dhe i thonë Ibn Abbas, në momentet dhe në kohrat kur u zgjeru shteti islam, tha na me ushtrimin islam e kalojmë rreth vendeve ku ka dhimmi. Dhimmi janë krishterët dhe jahudit që jetojnë në shtetin islam. Krishterët dhe jahudit që jetojnë në shtetin islam ju thuhet dhimmi, kanë dispozitën e vet. E tha ky sahabiu, ky besimtari, tha kalojmë në fshatrat ku ka dhimmi, ku ka musliman, brenda shtetit islam. Tha na del përpara ndonjëherë një pulë dhe një kingji vogël, e marrim dhe hajmë nga ajo që na del para. Tha Ibn Abbasi radiallahu anhu valexhoi atimve edhe tha ju jeni të thonë njëjtë sikur ka thonë krishterët dhe jahudit për muslimanët lejsa alejna fil ummiyina min sabil. Lejsa alejna fil ummiyina sabil. Edhe thaj edhe për juve vlen kjo ajet kuranor që thone se nuk kemi kur një farë përgjithësie ndaj atyve që janë jo besimtarë. Tha s'keni të drejtë me hongër madhin e tyre përpas se me lejnë e tyre. U hidhëru Ibn Abbasi radiallahu anhu me veprimin e tillë që e bënin muslimanët në raport me madhin e jo muslimanëve. Edhe pse ata ishin jo musliman, por vetëm nga arsyeja se jetojnë brenda shtetit islam dhe së bashku me musliman dhe kanë marrëveshje me muslimanët, nuk ka të drejtë askush që me keqpërdor dhe me e manipulu pasurinë e tyre. Dhe vjedhja në islam është vjedhje pa më parasysh a e ke vjedh muslimanët apo ja ke vjedh jo muslimanët. Vjedhja është vjedhje. Dhe mëkati është i njëjtë, pa më parasysh se ku ja ke vjedh. Dhe këtë po e tham me qëllim shkaku se ndonjëherë disa të rinj tonë mund të infektohen me mendime të gabueshme e të mendojnë se lejohet me vjedh nga ata që nuk janë musliman. Nuk lejohet me vjedh nga ata që nuk janë musliman. Ja ko është fetva e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Vjedhja është haram, pa marrë parasysh nga kush do me vjedh. Çdo pasuri që ka pronarin e vet, nëse e merr pa lejen e pronarit të vet, kjo është vjedhje, nuk lejohet. E Zot na ruaj e mos na sprovon me sprova të tilla. Thot Allahu azza wa jall thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ndëgjoi thënien e krishterëve dhe jahudive, sidomos të jahudive, lejse alejna fil ummiyina sabil, se nuk kemi kur një farë detyre ndaj arabëve dhe besimtarëve, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kadhaba a'daullah ma min shay'in kana fil jahiliyya illa wa huwa tahta qadami hatain illa al-amana fa innaha mu'addatun ila al-birri wal-fajr. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjitha besimet e ignorancët janë nërkom të mia, i kum shkel dhe i kum shkatrum, përveç se tha emaneti. Tha emaneti është obligim me ju dhonë dhe me ju kthi prap, edhe ati që është i devotshëm, edhe ati që është i prisht. Edhe njeri keq me tarë me dhonë diçka emanet, qoftë më i keq i dunjos, dush me akthi emanetin prap. S'ki drejt me thonë, kjo besimtara, kjo njeri keq, ki ka vjedh, kjo është e ka fitu me haram. Jo, nëse të kalon emanet një pasuri, kur të vije vadja, me akthi prap, dush me akthi prap. Ja ke marrë borxh dikujt një pasuri, qofta njeriu më i keq, qofta njeriu fund e krye haram. Ja ke marrë një borxh, një dinar, kur të vije vadja, ki obligim me akthi prap. S'ki drejt me thonë, lene besaj me haram e ka fitu, ban ati me javjedh, s'ki drejt. Ban ati mos me akthi, s'ki drejt. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el amanatu muaddatun ala al-birri wal-fajr. Emanetin e kemi obligim me akthi prap, edhe ati që është i devotshëm, edhe ati që është mëkatar, gjinahçar, edhe ati që është musliman, edhe ati që është jo musliman, e kemi detyrë dhe obligim për Allahut me akthi prap emanetin. Bela men aufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Thot Allahu azza wa jall, gjithsesi dhe kush e çon në vend premtimin e vet, gjithsesi
secili që e çon premtimin në vendin e vet dhe ka frikën e Zotit, e ruan emanetin ashtu siç duhet, fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, me të vërtet Allahu i don të devotshmit. Allahu i don ata të cilët janë preciz dhe të kujdesshëm në hakin e ujit. Kjo është në raport me hakin e ujit, në raport me hakin e Allahut azza wa jall. Dhe secili që është i kujdesshëm në hakin e ujit fiton dashurinë e Allahut te bareke ve taala. Allahu i don dhe është i kënaqur me drejtsinë e njerëzve të drejtë. Andaj thon dietarët islam, Allahu azza wa jall përballë një muslimani të padrejtë, nëse është një jo musliman i drejtë, Allahu pushtetin ja jep një jo muslimanit të drejtë. Pse drejtësia është diçka që është në raport me njerëzit, kurse imani është diçka që është në raport mes robit dhe Allahut te bareke ve taala. E kur vjen në shprehje një udhëheqës i musliman i padrejtë, edhe një udhëheqës jo musliman i drejtë, Allahu pushtetin ja jep udhëheqësit jo musliman pse është i drejtë. Ja jep Allahu azza wa jall. Së është i drejtë. Së është i drejtë. Dhe këtu e kuptojmë se sa e dashur për Allahun është drejtësia dhe sa e dashur është Allahu haki i njerëzve. Që të vetëdijsohemi dhe të ndërgjegjësohemi se sa përgjegjësi dhe me sa ndërgjegje duhet të sillemi me hakun e njerëzve. Atë që kemi marrë njerëzve me faqebardhësi, t'u aktheme me faqebardhësi. Sidomos në zamanin tonë, sidomos në kohën tonë, kur dyert e bankave janë hapë me të madhe, e që i joshin kredite tyre, të ketë një musliman që t'jep borxh, vallahi, dush natë ditë me bëu dua për atë. Edhe është përgjegjësi shumë e madhe para Allahut që atyre njerëzve borxhin me akthy në vade. Mos mu lëndu zemrat dhe mos mu thy zemrat, që të mirën me akthy me të mirë. Spaku në vadën e vetë, po spaku edhe nëse s'mundesh në vadën e vetë, me respektu vadën e para vadës me shku, me abo, me dje dhe me vetëdisu, se nuk ke mujt me abo gati hakin e me akthy pasurin, që spaku mos me mërzit e Zot dhe mjerë për ata njerës që e hajnë hakin e ujë, që kur vjen vada e shim telefonin, kur vjen koha me këthy borxhin hik, largohet, si a kthem pasurin, ja manipulon hakën dhe pasurin, ja e maltreton, e mërzit, e nervozon, e hidhëron, ja kthen copa, ja kthen me të keq. Zot na ruaj nga kjo sjellje dhe mirë për këta njerëz dhe mirë për shpirtin e tyre, se janë shkaktar që të shpërndahet e keqja, padrejtësia dhe të mbyllet një sunet shumë i madh që e kemi në borxh. Allahu na udhëzoftë, na vetëdijsoft, e juve Allahu ju shpërbleft me të mirat të panumërta për sabrin dhe durimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.